Maksimiliana Barancic, një ruajtëse dhe promovuese e shquarit e folmës arbëneshe, ishte e pranishme në turneun bashkëkombëtar të futbollit për fëmijë Durrësi 2026, ku për herë të parë morën pjesë edhe arbëreshët e Zarës. Pasioni i saj për ruajtjen e kësaj të folme, siç thekson vetë ajo, është i rrënjosur thellë në krenarinë për parardhësit e saj. Në vitin 2015 nisi kurse dhe ligjërata falas për të folmen arbëneshe, fillimisht në bibliotekën e qytetit të Zarës, Dega Arbanasi, ndërsa nga tetori i vitit 2016 ato vazhduan në hapësirat e shoqatës kulturo-artistike Vicko Zmajević në Zarë të Kroacisë. Në një prononcim ekskluziv për televizionin Koha, bisedën e zhvilloi në të folmen arbëreshe. Më kanda se më keni sirë përmes sa 2-3 fjalë se e kam bo fjallorin. Para e kam shkruar një libër, e masanden, më koronë në mend me shkrua librin, para e kam shkrua fjallorin kroatisht, arbënisht, me gramatik, e masanden, arbënisht, kroatisht, me gramatik. Përse? Përse unë, si jam unë në arbënesh në Zadër, e ne kina ardhë 300 vjetë para pes kodre, unë donjësh, kjo jo në gyë, mos mu arrua. Përse, si nuk o pat shkull as kurgjo, gyja pak o pak kozan mu arrua. E unë tash janë 12 vjetë se kam kursin e gyje të arbëneshit. E më koronë mend si kente me shkrua librin. Ashtu e kam shkrua këta 2 fjallor. E brenda është gramatika, gjibashk. Ashtu se kush do mesua gyën jon, munje ne këdo. E unë gjë për vjetë, gjë vjetën, një herë në javë, e kam kursin. Para e kam pat me fumi, e tash më vinj e dishdo persona qish kanë arrua, o donjen me dit pak momer. E ko shumë fjalla brenda, ma fjallet janë mo shumë si ne folna në shtëpi. Jo, terminologia nuk është si folet tash unë sonjesh në Shqipëri, ma si ne kina fol 300 vjetë para. Kjo ruajtëse e gjuhës dhe tradisës arbëreshe nisi edhe kursin papagejes të gjuhës. Në fillim kishte rreth 150 njerëz që dinin të flisnin, disa e kishin harruar, kurse të tjerët donin që sërish ta mësonin. Unë donjesh me ju sanë se para koken shumë, ma mas 12 vjetë, këta fumi që shi kam pat 7-8-9 vjetë, tash i kanë 15, nuk e kanë tash interesin, ma tash po më vinjë, unë kam sanë, këta që shi kanë 14-15 vjetë, e mua më kanda, përse kyja nuk u ko marrua, nek dikush po do mesua. Ashtu se tash në vjesht, më kanë zanë, dishdo me sanë se kanë me artë, dishdo fumi. Ato më moshun kanda, se njerët që shikan 15-16 vjetë. Pëse në arbënesh, ne që shikina 17 vjetë e 18 vjetë, ne folmi gyën arbënesht. E unë, po bëj gjithë për jo gyja muarua. Neve shqiptarëve të Maqedonisë nuk na kupton mirë, por mesazhi i saj është që ta ruajmë me këmbgulje gjuhën shqipe. Këta për Makedonisë, unë nuk mujmë me ju kuptua gjë. Dini, përse është gyja geg, dialekti geg është jonë. Qish do një shpeju sanë, se është bukër me mbo dërë në vete, përte këta është identiteti jonë. E unë gjithërsoj, unë me ju sanë të vërtetën, unë jam kroat, ma unë jam krenar e originën temë. Maksimiliana Barancic thot se dyndja e pare arbëreshve të Zarës ka ndodhur në vitin 1726, kurse e dyta më 1733. Këtë vit duhet të kremtohet 300 vjetori i ardhjes së parardhësve të saj nga rajoni i liçenit të Shkodrës.